Në një hapësirë të mbyllur si Big Brother, emocionet nuk kanë ku të shpërndahen. Ato qarkullojnë, grumbullohen dhe herët avon kërkojnë dalje. Ndonjëherë dalin si fjalë, ndonjëherë si heshtje, e ndonjëherë si veprim i papritur. Momenti kur Limi puthi Benitën nën sytë e Albës ishte pikërisht një nga ato çaste ku gjithçka u përqendrua në një pikë të vetme tensioni. Puthja në vetvete është gjuhë, është deklaratë, është zgjedhje. Kur ajo ndodh publikisht në një hapësirë ku çdo lëvizje ka dëshmitar, ajo bëhet edhe pozicionim. Limi, duke u afruar te Benita dhe duke e përqafuar fort për ta puthur, nuk po shprehte vetëm afërsi, po komunikonte diçka më të madhe, një vendim emocional, një orientim të qartë të vëmendjes së tij, por çdo deklaratë ka një audiencë. Dhe Alba ishte përballë, të shohësh një afrim që të përjashton është përvojë e rëndë. Jo sepse humbet dikë, por sepse kupton se je zhvendosur nga qendra e vëmendjes emocionale. Në atë çast, Alba nuk u përball vetëm me një puthje, u përball me realitetin e përjashtimit. Dhe ky realizim erdhi shpejt, i papërpunuar, i pamëshirshëm. Xhelozia nuk është thjesht zili. Është ndjenjë humbjeje. Është frikë nga zëvendësimi. Është goditje e egos dhe e ndjenjës së sigurisë. Kur Alba e pa skenën përballë saj, diçka brenda saj u ngjesh. Nuk pati kohë për reflektim. Vetëm për reagim, reagimi i saj erdhi impulsiv, një shapke e marrë aty pranë dhe e hedhur drejt tyre. Një veprim i vogël, por simbolikisht i madh. Nuk ishte dhunë e planifikuar, ishte shenjë e një shpirti të tronditur. Ishte mënyra e saj për të thënë, më dhem, po më shkelni kufirin, po më përjashtoni. Në këtë pikë, shtëpia nuk pa më një histori romantike. Pa një triangël emocionesh ku secili ishte i kapur në rolin e vet. Limi, që bëri zgjedhjen e tij hapur. Benita, që u gjend në qendër të vëmendjes dhe e pranoi afrimin. Dhe Alba, që u përball me pasojën më të vështirë, të qenit dëshmitare e një zgjedhjeje që nuk ishte më në favorin e saj. Eseja e kësaj ngjarjeje nuk është për fajsim të thjeshtë. Është për kuptim. Sepse në Big Brother, veprimet ndodhin nën presion dhe presioni shpesh nxjerr reagime të papërpunuara. Alba nuk reagoi me fjalë të menduara, por me një gest të shpejtë, një shenjë se emocionet e saj kishin kaluar pragun e përballueshmërisë. Nga ana tjetër, puthja e Limit me Benitën ngre pyetjen e përgjegjësisë emocionale. A ka detyrim dikush të marrë parasysh ndjenjat e të tjerëve kur bën zgjedhjen e vet? Në një lojë, përgjigjja duket e thjeshtë, jo. Por në një bashkëjetesë, përgjigjja bëhet më e ndërlikuar. Sepse liria personale bashkëjeton me ndikimin që veprimet tona kanë të tjerët. Benita, në këtë kontekst, është figurë e heshtur, por e rëndësishme. Pranimi i afrimit e vendos atë në qendër të vëmendjes dhe, njëkohësisht, në mes të një përplasjeje që nuk e ka krijuar vetë. Ajo bëhet simbol i asaj se si zgjedhjet e dy personave mund të prekin drejt për drejt një të tretë. Shapka e hedhur nuk ndryshoi asgjë në thelb. Nuk e zhbëri puthjen. Nuk e ktheu kohën pas. Por shërbeu si alarm emocional. I tregoi shtëpisë se diçka ishte thyer. Se xhelozia kishte kaluar nga ndjenja e heshtur në veprim të dukshëm. Në fund, kjo ngjarje mbetet një mësim për mënyrën se si emocionet kërkojnë rrugdalje. Kur nuk fliten, ato fluturojnë. Kur nuk dëgjohen, ato bien. Dhe kur nuk respektohen, ato përplasen. Big Brother vazhdon, por kjo skenë mbetet si kujtesë se marrëdhëniet nuk janë vetëm çështje zgjedhjeje personale, janë edhe çështje përgjegjësie emocionale. Dhe se xhelozia, kur nuk trajtohet me dialog, kthehet në gjest të vogël në formë, por të madh në domethënie. Në Big Brother, ndonjëherë gjestet flasin më fort se fjalët. Dhe ndonjëherë, pikërisht këto gjeste krijojnë më shumë paqartësi se çdo debat i hapur. I tillë ishte momenti kur Limi ju afrua Albës dhe i vendosi duart për t'i bërë masazh, një veprim që në sipërfaqe mund të dukej si kujdes, por që në kontekstin e asaj që kishte ndodhur më parë, u kthye në një moment të ndërlikuar dhe të diskutueshëm, sepse ky nuk ishte një ambient neutral. Ishte një shtëpi ku fjalë të rënda ishin thënë. Ku kufit ishin shkelur verbalisht. Ku lotët ende nuk ishin tharë. Dhe kur një gjest fizik ndodh pas gjithë kësaj, ai nuk lexohet kur i shkputur nga e shkuara. Alba ishte ende e brishtë. Lotët e saj të mëhershëm, fjalia më ka marrë malli, heshtja e gjatë, të gjitha flisnin për një gjendje emocionale të rënduar. Në këtë gjendje, çdo afrim merr një peshë tjetër. Çdo prekje interpretohet ndryshe.
sepse kur njeriu është i lënduar, ai ka nevojë për siguri, jo për paqartësi. Limi, nga ana e tij, dukej sikur po kërkonte një mënyrë për të zbutur tensionin. Jo me fjalë, sepse fjalët e tij kishin dështuar më parë, por me një gjest. Vendosja e duarve për masazh mund të shihet si tentativë për t'u afruar, për të treguar kujdes, për të ulur murin që ishte ngritur mes tyre, por këtu lind pyetja thelbësore. A ishte ky gjest i kërkuar? A ishte i mirëpritur? A ishte i qartë? Në marrëdhëniet njerëzore, sidomos në një ambient kaq të ngarkuar, qëllimi nuk mjafton. Ajo që ka rëndësi është perceptimi i tjetrit. Dhe Alba, në atë moment, nuk ishte në pozitë force. Ajo ishte në një gjendje ku kufit duheshin respektuar më shumë se kur. Masazhi, si akt, zakonisht lidhet me qetësi, besim, rehati. Por besimi nuk ndërtohet në vakum. Ai ndërtohet mbi respekt të vazhdueshëm. Dhe kur respekti është lëkundur, edhe një gjest i butë mund të ndihet i rëndë. Shtëpia reagoi me heshtje. Një heshtje që nuk ishte qetësi, por vëzhgim. Banorët e tjerë ndjenë se diçka nuk ishte e thjeshtë. Sepse ky nuk ishte një moment romantik. Nuk ishte as shaka. Ishte një situatë gri, ku kufiri mes kujdesit dhe shkeljes së hapësirës personale ishte shumë i hollë. Alba nuk reagoi menjëherë. Dhe kjo, për shumë kënd, ishte treguesi ngarkesës së saj emocionale. Sepse kur je i lodhur nga konfliktet, ndonjëherë nuk ke energji as të thuash po, as të thuash jo. Dhe pikërisht këtu qëndron rreziku. Heshtja nuk është gjithmonë pëlqim. Limi, në atë moment, mund të ketë menduar se po bënte gjën e duhur. Se po e zbute situatën. Se po tregonte një anë më të qetë të vetes. Por në Big Brother, çdo veprim shihet, analizohet dhe kontekstualizohet. Dhe publiku nuk e pa këtë gjest si të izoluar. Shumë shikues e pan si kontrast të fortë me sjelljen e mëparshme të Limit. Nga fjalë të rënda, në afrim fizik, një kalim i shpejt që ngre dyshime. Sepse pajtimi nuk bëhet me prekje, por me përgjegjësi. Me reflektim. Me kërkim faljeje të sinqertë. Ky moment hapi një debat më të gjerë. A mund të përdoret afërsia fizike për të zbutur fajin? A janë gratë gjithmonë në pozitë të barabartë për të refuzuar në një ambient të mbyllur si Big Brother? Ku mbaron kujdesi dhe ku fillon shkelja e kufive? Alba, në këtë histori, mbetet figura qendrore jo sepse reagoi fort, por sepse nuk reagoi fare. Dhe kjo heshtje e saj ishte më e fortë se çdo debat. Ishte një heshtje që kërkonte respekt. Qartësi. Distancë të shëndetshme. Limi, nga ana tjetër, u përball me pasojat e paqartësisë së vet, sepse në Big Brother nuk mjafton të thuash nuk kisha qëllim të keq. Qëllimi duhet të shoqërohet me ndërgjegje. Në fund, ky moment nuk është për masazhin. Është për kufit. Për faktin se kur emocionet janë të lënduara, çdo gjest duhet të jetë i qartë, i kërkuar dhe i respektueshëm. Sepse ndryshe, edhe ajo që duket e butë mund të lëndojë. Big Brother vazhdon. Por ky episod mbetet si një pikë reflektimi. Se afërsia nuk imponohet. Se respekti nuk kompensohet me prekje. Dhe se në çdo marrëdhënie, edhe në lojë, pëlqimi dhe qartësia janë themeli.